U kthiem në studio për të folur në lidhje me konstituimin e Kuvendit të Kosovës, ku edhe dje dështoj, por neve dje para Kuvendit e patëm një protestë organizuar nga avokati Arjanit Koci si dhe qytetari Fatmir Muçolli. Zotri Muçolli, faleminderit shumë që pranuat që t'jeni pjesë e Infodesë dhe të na sqaroni më shumë në lidhje me rreth protestës që juve e bë dje. Që na dha hapësirë dhe mundësi me prezentu vullnetin tonë pozitiv që Kuvendi sa më shpejt të konstituohet dhe ta gjenë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit në parlament, po dhe shoqëria në përgjithësi. Protestat të ardhshme apo do të mbetet vetëm ajo që e pam dje? Komunikua dhe me një shoqat, rojet e kohës, ne jem aktivista që ke marrë pjesë pej 80 nitës, jem konë aktivista, në të gjitha lëvizjet kur çdo situatë që ka kërku koha, jem konë ju këna përgjigj situatave, jem të përgatit dhe një skenar për motivimin, frymëzimin e bashkëdhëtarëve tonë ta gjenë forcën e pajtimit dhe bashkëpunimit, faljes dhe mirëkuptimit. Është program pune që njerëzit më mësu me veten me punu, me ushtru, edhe ajo më bo pjesë e sistemit tjetës. Protesta sa i përket mos konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Po, është puna përgjithësi se këto ka të bëjmë me vetdije. Normal që qytetarë të dashme konin e mosht Prishtina, sepse është e ardhmja tyne. Po aq shumë ju ka hub besimi qytetarëve, aq shumë e kanë hub forcën e besimit në mirësi, që nuk kanë vullnet as forcë me dal, as me ec, as për veti me demonstru. Kështu që për me zgjuqit vullnet të mirë, neve na vyn njerëz turt, njerëz motivus, frymëzus, që me zgju vullnetin e qytetarëve që mu bashku edhe mu bo rregull që deputetin e njëtë me dhonë llogaridhënie atu ku e ka marrë votën. Se pa llogaridhënie që shtu ka me vazhdu edhe keqa po vazhdon. Ata ushqehen me ndjesën e qytetarëve. Edhe është gjuna mu pagu me ditja sa është 250, a nuk e përdi, a një penzion është 100 euro. Zotri Muçolli, a keni hasur për kraje nga qytetarë të tjerë në iniciativën që juve do të merrni edhe në seancat e ardhshme? Unë besojmë që çdo sen, unë jam gandist dhe synoj me bo një projekt gandist. Do të thotë, unë e di që në fillim njerëzit hezitojnë. Po edhe kanë akuzu, po në fond kur të shohin që është e mira për të mirën e vendit, tonë kanë me përkrahun, besoj të gjitha partitë politike po ta kuptojnë qëllimin dhe arsyen, pse po dojmë na mobilizu, pse duhet realitetin me ndryshu, po se cilin nga vetja me fillu. Mos mu marrë me të kalume kush çka ka bo, po çka do të bojmë. Qysh mundum këtë blokad që ka kap shoqërinë, jo vetëm te ne, se nuk është në pyetje vetëm te ne, po është momentalisht krizë globale. Edhe për me reflektu pozitivitet nga Kosova, me dar një rrezë energjisë pozitive ku do në botë, që edhe Ministrin e Punëve të Jashtme me angazhu që në çdo vend botës, më organizu festa paqësore, më organizu marshe paqësore, me program dhe sistem energji pozitive që këtë bota më qunë kom për ne me lëbu që Kosova më pranur si vend paqësor. Edhe mundon nga... Faleminderit shumë, Muçolli, që na i dha të gjitha këto pikpamje dhe besoj që do të merren parasysh nga gjithë. Dhe juve ju përshëndesem dhe uroj që e mira t'i përcjell edhe bashkëdhëtarët tanë. Neve uroj që të gjithë të reflektojmë dhe kjo gjendje në institucionet vendore të ndryshoj. Reflektu se cili qytetar nuk mundet realitetin me ndryshu. Unë uroj që të vedisohen, ndërgjegjësohen edhe kësa iniciative të bashkohen. Shumë zotri Muçolli që ishe pjesë e Infodesë. Faleminderit, respekt e marrësi. Neve të nderuar shikues, do të vazhdojmë me intervistën e radhës.